Përshëndetje nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Ekopuls, për herë të parë, edicioni i parë i vitit të ri 2026, duke uruar nga zemrat të gjithëve një vit sa më të mbar e të begat për juve dhe familjet tuaja. Pikërisht e kemi titulluar bisedën tonë sonte "Shpresim nga viti ekonomik 2026". Jemi drejt për së drejti, si çdo të mërkur, ora 20:00 nga studio kryesore e televizionit Skan. Jemi në shoqërinë e profesori asociuar doktor Mateo Spau, dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, Universiteti Evropian i Tiranës, UET, ekspert i njohur i ekonomisë. Profesor Spau, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Faleminderit për ftesën. Në shoqërinë e profesori asociuar doktor Klodian Muço, zëvendës dekan, Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale, Universiteti Zonja e Këshillit të Mirë, ekspert i ekonomisë. Profesor Muço, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Faleminderit për ftesën. Me shoqërinë e zotit Zef Shtjefni, si përmarrës dhe gazetar i njohur. Zoti Shtjefni, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirë se u gjejmë. Dhe të zotit Mario Braka, gazetar për ekonominë pranë televizionit A2 CNN. Zoti Braka, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Për më shumë kemi përgatitur një insert të parë, cilën po e japim më njëherë dhe pastaj do të fillojmë nga pyetjet dhe biseda në studio. Viti 2026 që sapo hyri pritet të jetë një viti i thellimit të zhvillimit tonë ekonomik. Rritja ekonomike parashikohet përsëri rreth 3.6 deri në 4%, me ulje të mëtejshme të borxhit publik dhe me një deficit të buxhetit të shtetit nën kontroll. Për këtë vit, përfitimet nuk do të maten me ndikimin tek mirëqenia e qytetarëve dhe në kongrueshmërinë afatgjatë e ekonomisë sonë. Rritja ekonomike pritet të jetë më shumë e mbështetur në investimet publike dhe në ato private afatgjata, në zgjerimin e sektorëve prodhues dhe në rritjen e shërbimeve me vlerë të shtuar. Ky vit parashikohet po ashtu të shtojë investimet e huaja direkte në energji, infrastrukturë, turizëm, elitar dhe teknologji, si dhe do të sjellë përhapje më të gjerë të teknologjisë digjitale në biznes dhe administratë. Një nga përfitimet kryesore ekonomike të këtij viti pritet të jetë shtimi i kërkesës për fuqi punëtore të kualifikuar, duke shkaktuar presion pozitiv për rritje pagash, veçanërisht në ndërtim, industri, shërbime profesionale dhe teknologji, si dhe ulje graduale të informalitetit përmes digitalizimit dhe kontrolleve më të zgjuara, bazuar në programe kompjuterike të administratës tatimore. Ekonomia pritet të shpërblejë më shumë aftësinë dhe profesionalizmin e administratës. Edhe për këtë vit, projektet infrastrukturore do të jenë motor zhvillimi. Do të nisë kompletimi i kurrudhës 100% elektrike Tiranë-Rinas-Durrës dhe do të vijojë ndërtimi i autostradës Rogozhin-Elbasan-Hanihotit si arteria kryesore e korridorit të 8 në Shqipëri. Ky korridor strategjik pan-evropian e bën ekonominë shqiptare më të hapur dhe më konkurruese. Me rritjen e punësimit dhe pagave, si dhe me shtesat mujore për pensionistët, konsumi familjar pritet forcohet. Bizneset e vogla dhe të mesme do të përfitojnë nga kërkesa më e qëndrueshme. Nga ana tjetër, vijimi i qëndrimit të Shqipërisë në zonën unike të pagesave në euro SEPA, pas futjes praktike më 7 tetor të 2025-s, do të përbëjë për qytetarët dhe sipërmarrësit një gjenerator të fuqishëm kursimi në nivele 10 milion euro vetëm për këtë vit. 2026 pritet të jetë një vit i integrimit intensiv ekonomik me Bashkimin Evropian. Ai do të rrisë përputhjen e standardeve të prodhimit Made in Albania me tregun e përbashkët evropian. Do të jetë viti i rritjes së eksporteve drejt tregjeve evropiane dhe i përmirësimit të klimës ligjore dhe institucionale të vendit. Ja pam edhe insertin, profesor Spau. Pas disa vitesh me rritje mbi mesataren rajonale, pyetja kryesore është nëse ky vit do të shënojë vazhdimsi apo ngadalësim për shkak të një cikli global dhe faktorëve ndoshta edhe të brendshëm, ende nuk kemi kryer reformat kryesore strukturore që tashmë kanë kaluar ndoshta edhe dekada që duhet i kryenim. Regjia ndërkohë, grafikun e parë, rritja ekonomike e Shqipërisë 5 vitet e fundit, 2024-2026, 3 vitet e fundit. Po. Dhe ideja është që është vërtet Shqipëria ka pasur jo prej sot një rritje më të lartë se rajoni, pak më të lartë, që nga 98 e tej që ka vazhdimisht rritje më të lartë, gati shumicën e viteve, sepse ka qenë vendim i varfër. Kështu që nëse hapin kufit, ekonomia si ai likuidi, si uji i pishinës, që kur ti hap del nga gjithë anët. Siç është Kosova sot. Siç është Kosova sot, që ka më të lartë edhe se Shqipëria, sepse në fakt është ai vendi që është më mbrapa në raport me vendet e tjera të rajonit. Por nga ana tjetër, duhet të themi se edhe situata dhe pozita gjeografike e Shqipërisë, por edhe disa zgjedhje pozitive dhe të mira që Shqipëria ka bërë ndër vite përsa i përket vendimit
të saj për të qenë padyshim në krah të vendeve perëndimore, si dëshirës për të integruar në NATO, për të afruar Bashkimit Evropian, bën që le të themi kështu të shihet pozitivisht nga investitorët e huaj, të shihet pozitivisht nga vetë migrantët shqiptarë që kanë ikur jashtë shtetit dhe të shihet pozitivisht edhe nga qytetarët e huaj. Dhe tani ideja është që fatkeqësisht në fatin ton të mirë rrezikojmë të kemi disa probleme për vitin 2026. Pse? Jo sepse ne mund të kemi një rritje ekonomike më poshtë se të tjerët, por sepse gjithë rajoni mund të rrezikojë qëndrueshmërinë e vet. Viti 2026 për ne duhet ishte një vit i konsolidimit të reformave për t'u afruar BE-s, pra që do na bënte mirë, do i bënte mirë standardeve të qytetarëve shqiptar dhe le të themi kështu të ardhmes së tyre, rritjes së cilësisë së jetës, por si që shikoni, nga pikpamje ndërkombëtare, gjërat janë shumë të ndërlikuara dhe shumë të vështira dhe shpresojmë që në Ballkan mos të kemi trazira të tjera, sepse fatkeqësisht, po të shikoni lajmet kryesore, të gjitha vendet po kërkojnë të armatosen dhe riarmatosen edhe ato të Ballkanit. Dhe po risin ato që janë shpenzimet ushtarake dhe nëse ti shpenzon për ushtërinë, nuk shpenzon për ekonominë. Në këtë rast, pra nuk ka. Dhe vendet e Ballkanit kanë shumë nevojë për infrastrukturë, kanë shumë nevojë sepse kanë infrastrukturë më të mangët në raport me Europën veriore dhe perëndimore dhe le të themi kështu, rreziqet janë rreziqe pak makro, që nuk varen thjesht nga ne, por çfarë do varet nga shteti shqiptar dhe do duhet që shteti shqiptar të merret fuqishëm, jam dy sektor kryesor të ekonomisë tonë, që është bujqësia dhe industria, të cilat kanë vite që po vuajnë dhe edhe të dhënat e statit e tregojnë këtë gjë, e me të cilat nëse ne nuk fillojmë të rregullojmë një pjesë të çështjeve që ato kanë, që janë të ngritura dhe rinë aty, nuk sa do të futemi në BE, nuk do të arrijmë dot të zhvillojmë ashtu siç duhet vendin në mënyrë afatgjatë. Profesor Muço, profesor Spau thot kemi dy sektor kyç tek cilët duhet adresuar urgjentisht vëmendja për këtë vit e çdo lloj mase të buxhetit ton, bujqësia dhe industria, forcat, kapacitetet produse. Në gjykimin tuaj, sa e qëndrueshme është rritja e mbështetur në ndërtim, turizëm dhe shërbime? Turizmi është një sektor. Lutem regjis grafikun 2, ndjes. Turizmi është një sektor që ka performuar shumë pozitivisht në 2 vitet e fundit, ndoshta ky vit i fundit diçka më pak se sa viti i kaluar, por që në thelb konsiderohet tashmë sektori primar i ekonomisë shqiptare me gati 1/4 në prodhimit të përgjithshëm bruto vjen pikërisht nga ky sektor. Tendencat janë ka dhe shumë investime për te debatit që mund të bëjmë që nëse janë investime që bëhen kryesisht në vila dhe jo në hotele, po për te këtij debati turizmi 424 milion euro sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Të performoj pozitivisht. Pjesa më e madhe e investimet tuaja. E në vitet e ardhshme. Shqipëria vazhdon akoma që të ketë një avantazh krahasues për sa i përket nivelit të çmimit në raport me vendet e tjera të rajonit, edhe pse vazhdon akoma të kemi ato problematikat e logjistikës, të energjisë, të ujit, të shërbimit e të tjerë. Por që tendencët janë të performojnë pozitivisht. Ndërtimi, për mendimin tim, është një sektor që është një sektor delikat, që prej vitesh flitet tashmë që do pritet një flusk në këtë sektor sepse ka një rritje të ndjeshme të ofertës në raport me kërkesën. Kemi 6 vite që flasim për pluskë, por Po, është totalisht. Çdo vit themi që tani ndërtimi jon do ketë pluskë. Logjika ekonomike të çon që një ditë do vi fluska. Kishte një tregues shumë interesant që mesatarja për një person në vendet e Bashkimit Evropian është 30 metra katror. Pra një person i duhet mesatarisht 30 metra katror ambient për të jetuar. Hapësira jetike. Hapësira jetike. Në Shqipëri nga 2015 deri në 2025 në llogaritet që Tirana është shtuar me rreth 25.000 banor, por që në fakt, si përfaqja për metër katror është shtuar jo për 30, për person po 300, gati 10 fish më tepër. 300 metra katror për person. Dhe po, kështu që në një farë mënyrë ka një mbi ofertë, kjo tendenca është që o do ketë një boom të blerjeve nga jashtë ose ky sektor do presi fluskën në fund. Do presi fluskën, uroj që mos të ndodhi kur, prandaj them. Urojmë të gjithë me zemër e urojmë. Nuk duhet që të një nga motorët ende të rritjes sonë. Që konsideroj ndërtimin jo si një sektor që mund të mbështesë rritjen ekonomike, edhe pse në vitet e kaluar ka pasi për një rritje dyshifrore.
Pse bujësim? Bujësia është konsideruar prej vitesh një sektor strategjik për ekonominë shqiptare dhe përmendi me të drejtë zoti Spao. Është një ndër sektorët që ka niveli më të lartë të punësimit për te debatit që është punësim me produktivitetit më të ullët e të tjera. Por që në thelb ne aspirojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Në momentin që ne aspirojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, ne nuk mund të zhvillohemi në industrinë e rëndë, shumë vështirë. Ne nuk pretendojmë apo do përpiqemi që të zhvillojmë sektorin e teknologjisë, IT-në këto, por që gjithsesi kapacitetet mungojnë. Shqipëria ka një mungesë të theksuar të burimeve njerëzore të kualifikuar. Ne shpeshherë flasim për ikjen e mjekëve, ikjen e infermierëve në Gjermani. Pa atë që na ka marrë më shumë Gjermania, programuesit janë ata të sektorit që në shkollat e mesme. Që në shkollat e mesme. Domethënë praktikisht ky është problemi vërtet. Ne kemi mungesë të theksuar të këtyre dhe kështu që një sektor shumë i rëndësishëm duhet të jetë bujësia. Shqipëria konsiderohet gjithsesi një vend që ka një potencial shumë të madh për zhvillimin bujësor, kur kemi kryqëzim ku ta diun nga jugu që në Saran tashmë mund të prodhohen edhe banane, në veri që prodhohet gështenja, kështu që në një farë mënyrë kemi goxha potencial në këtë aspekt, prandaj është shumë i rëndësishëm. Industria për disa trimestra, për disa tremujorësh është në rënje për shumë arsye. Arsye e parë është le të themi forcimi monedës tonë vendase që ka bërë një farë mënyrë që produktet tona në tregjet europian të mos jenë kompetitive, po jo kompetitive për cilësim, po për arsye të politikave monetare, është aspekti i dytë të rënë, produktiviteti. Shqipëria vazhdon akoma të konsiderohet një vend me produktivitet të ulët dhe kjo nuk vjen vetëm si pasojë e mos përdorimit të teknologjisë, por vjen edhe si pasojë e ndoshta impenjimit të njerëzve që punojnë në këtë sektor. Pra ka një mungesë në këtë aspekt. Kështu që industria është shumë e rëndësishme për punësimin e personave, shumë e rëndësishme, sepse edhe për ekonominë në kompleks, sepse nuk bazohemi vetëm të shërbimet. Pra vezët e sportës son strategjike për zhvillim, zoti Braga, bujësia, por dhe industria kuptohet jo ajo e madhe, si kurse me të drejtë profesor Spao e thot. Në gjykimin tuaj, a do jemi do të ne në gjendje me këtë që e themi edhe në grafik, pra me këtë rritje që si parashikim është ndër më të lartat e rajonit, por edhe profesor Spao e thot me të drejtë që është një rritje që nuk na ngroh. Pse nuk na ngroh kjo rritje? Gati 4%. Po sepse në tremujorin e tretë vitit që përkon me periudhën korrik shtator, që ne kemi kulmin e turizmit, ne patëm një zgjerim të prodhimit brendshëm bruto vetëm nivelin 3.75%. Nëse i referohemi nga le themi metodat që Instituti i Statistikave mat zgjerimin e prodhimit brendshëm bruto, asaj të shpenzimeve, ne shohim që në fakt pjesën dërmuese të rritjes ekonomike e dha administrata publike me rritjen e pagave, ndërkohë që konsumi finali popullatës, që në këtë rast plus 12 milionët e turistëve do duhet të ishte ndjeshëm i lartë, ishte vetëm në nivelin 2.25%. Pra ne flasim për një fluks të shtuar turistëve, ndërkohë që në fakt ai nuk reflektohet. Turistët na kanë ngrënë gjithë vetëm byreqe. Faktën shifrat këtë tregojnë. Mendoj që përveç se sa nuk po është më sasiore, cilësore, rritja ekonomike e Shqipërisë nuk po rezulton më sasiore. Ne kemi pasur një rritje ekonomike që krahasuar me vendet e tjera të rajonit, që gjithsesi nuk janë rasti më i mirë për të marrë në shqyrtim. Edhe ata i kanë ngritur vetvetes një tavan mbi kokë, të njëjtën gjë edhe ne, aty te 4%, ndërkohë që sipas përcaktimeve të Bankës Botërore, si vend në zhvillim ne duhet të kishim të paktën një rritje ekonomike 5% për të pasur më shumë mirëqenie. Në fakt nuk e kemi më as në sasi. Kemi pasur vetëm 2-3 degë të ekonomisë nga 11 në total që kanë performuar mirë, ndërkohë që sektorët e punësimit masiv, ata që do duhet ishin shtylla kurrizore e ekonomisë, bujësia dhe industria, në fakt kanë qenë në regres, kanë kontribuar më pak se sa që kanë pasur në vitet paraardhëse. Kështu që mendoj që duke e përmbledhur në dekadën e 4 të tranzicionit, ne kemi një rritje ekonomike e cila nuk naq perspektivën as atë rajonale evropiane dhe aq më pak atë në cilën ne synojmë që të kemi mirëqenie për shqiptarët e më tutje. Zoti Sefni, në gjykimin tuaj, po shikojmë edhe grafikun e tretë, ulja e borxhit publik, pra kemi tregues ato që quhen kryesor të shtyllave të ekonomisë tonë makroekonomik të mirë deri diku. Ndërkohë i lutem regjisë grafikun 3, ulja e borxhit publik. Ndërkohë po, i falemnderit se e paraqiti. Në gjykimin tuaj, biznesi shqiptar si e shef këtë vit? Ne i kemi analizuar edhe këtu në këtë tavolin disa herë e curin dhe shifrat. Parashikohet nëse çdo gjë
do shkoj normal nga ana politike, nga stabiliteti politik, sepse stabiliteti politik ai që vendos për stabilitetin e ekonomisë. Do shkoj normalisht, rritja parashikon shkoj ke 3.5% afërsisht aty. Pak kështu janë analistët në përgjithësi të rrahin të këto shifra. E drejtë, edhe shifrat e bankës botërore. Do thotë në shifra afërsisht 500 milion euro më shumë se sa një vit më parë. Ashtu si që ishim afërsisht 600 milion këtë vit më shumë se viti 2024. Pra, parashikohet një rritje graduale, normale, e curi pozitive, e curi që nuk është e paknaqshme, pavarësisht pretendimit që mund të jetë për 5% e mundësit edhe mund të jenë, por pak a shumë drejt asaj shkojmë. Mirë po, shpresojmë që mos jemi duke diskutuar për seksin e engjëjve, duke pa që pëndodhë për rreth. Sepse djeda i seksi engjëjve ishte Konstantinopoja, Gështjela që ishte duke u djegë flak dhe priftrit diskutonin çfarë seksi kanë engjëjt atje në... Shpresojmë mos i kemi këto flakë. Shpresoj që të mos jemi dhe ne duke diskutuar për pak a shumë për gjëra, sepse varet totalisht çdo gjë nga situata politike. Dhe ne kemi dy komplikimet, situatës politike të brendshme, po dhe situatës politike të jashtme. E kemi të brendshme shumë problematike, është një përplasje e rëndë që po ndodh midis pakut dhe qeverisë, e cila mendohet është e shtyrë nga amerikanët tani për padërmbetje ose për në emër të reformave gjëja bëhet, por që në qoftë se çon destabilizimin e vendit, nuk kemi asnjë gjë të mirë shkojmë praktikisht. fiks 10 vjet mbrapa. Dhe mu më ngjason shumë 2026 me 1996. Jemi të pa fat. Në 1996, erdhi 97 pastaj, prej herë. Ne ishim afër, ishim përpara Bullgarisë, përpara Rumanisë. Me gjitha gjë. Stabilizim asociimi që në 96. Ishte hapur që në atë kohë, po shumë mirë kujtoj, profesor Spa. Kështu që më trishton ta kujtoj, edhe kam shumë frikë që 2026 ngjan shumë me atë. Të diçka e të mbrapsht para 20 viteve. Duke folur për si është biznesi, Klodi ma preku pak këtë plagën time se unë jam i industrisë. Qofse është kush i industrisë në këtë vend jam unë që kam 2 fabrika shumë të mëdhaja. 2, edhe janë 3, po 2. Çfarë hallesh kemi? Pse industria shqiptare nuk ecë dhe bujësia? Bujësia ka vetëm një gjë, ka shumë gjëra, po një gjë. Nuk taksohet toka bujësore e papunuar dhe nuk krijohet aska për të krijuar kur biznesi bujësor. Sepse njerëzit që e kanë marrë tokën falas me 7.500 nuk kanë asnjë interes ta punojnë. Nëse u vihet taks atyre, e lëshojnë me qira, ose e shesin, u a japin atyre që janë të zotë ta bëjnë, krijojnë biznesin bujësor, siç është krijuar në çdo vend, që s'len një pllum tokë pastaj pa punuar. Bujësia nuk mund të zhvillohet me paterica, me ndihma, mjep ti mua që të prodhoj unë. Taks për tokën ndjerë, që e lët pa punuar. Taks për tokën ndjerë, ose po se paguajë ta marrë apati që e punon. E baj pronë shteti me qerati që punon. Çu kanë vepruar gjitha vendet e zhvilluara. Absolut. Kush të fal mos me punu tokën. Toka është pasuri kombëtare, më s'është vetëm e jotja. Kështu që ajo e ka penguar zhvillimin e bujësisë, vazhdon ta pengojë, do ta pengojë gjithmonë nëse se kuptojnë këtë. Këto nuk është se din, por nuk e kanë bërë për arsye elektorale. Fiks. Edhe lejnë gjithë këtë pasuri kombëtare në gjumë, nëse kemi as gjysmën e pasurisë kombëtare prodhuese sot. Edhe pse kemi shumë pak tokë. Industria është. Profesor Klodi, kemi 15 inspektoriate. Mbo me në ndodh një aksident në punë, ke punë, me OPG, me oficer të politikës gjyqësore, me policin, me prokurorin, me gjykatë, të turën gjithë. I e i marë fund 15 inspektoriate, zotëri. Nuk ndihmohesh. Që vap ato. Pengohesh. Ju them edhe gjë tjetër. Industrisë shqiptare sot nuk i jepet leje me vumbi qatit e veta ma shumë se 500 kW. Kujt i prishin punë për vëllai? Kujt i prishin punë, se energjia është bërë vrastare, 22 cent, sot është duke u derdhë gjithë kaskada Drini, sot është duke u derdhë atje. Në vend që t'ja japin, këto ditë pak, në që për derdhët, jepja falë industrisë. Ose jepja me çmim lirë, si që janë gjithë rregullat e çmimeve tregut në botë, ai që konsumon me shumicë, blen ma lirë. Natën ma lirë se ditën. E ka Kosova? Si mundet, po Kosova i ka tjera koncepte, komplet. Kështu që, kjo është një plagë tjetër e madhe. Energjia, çmimet e larta të energjisë po e asfiksojnë industrinë shqiptare. Po e asfiksojnë, asnjë s'mund të rrihen kam me këto. Ne praktikisht jemi mbyllur. E do shkojmë shumë tërë mbyllur. Pastaj, çfarë ka tjetër industria? Kemi infrastrukturën e industrisë, zero.
I ke rrugët për të fabrikat. Gropa, gunga, si kur se egziston administrimi shtetëror kur. Shikoni autostradën Tiranë-Durrës, rrugët dytësore janë një tur. Shikoni parkut industriale, atë, Dhe 90% e buxhetit të shtetit bëhet pikërisht nga ato ndërmarrje që kanë aty Selin. Dhe shteti nuk i bën një plëmb asfalt. Një zgjerim. Pra, infrastruktura... 2 minutat e fundit pjesës parë. Zero infrastruktura. Unë mund të ndalohem se... Jo, ju lutem. Ato infrastruktura zero, sepse po të shikoni rrugët që shkojnë ke parqet e reja industriale. Në krahasim dhe në kontrast total me rrugën që qonë ke një restorant i mirë ku hahet shumë mirë. Jam qik gjelos për atot restorante, dhe them sinqerisht. Rruga e por i kanë zgjeruar gjitha treja, të vizuara, gjitha përsmarje, sepse shkojnë për të ngrënë, kanë miqë shumë ata. Ke fabrikat as shanë kokë njëri për rrugët. Rrjeti i energjisë, krahas problemeve thash me panele diellore që janë absurditeti më i madh në këtë vend që duhet t'ju japin free, licencë free, të mbushin qatit dhe territorin që kanë aty rreth e përqark që të prodhojnë energji. Rrjeti që qonë energjin në për fabrika është skandalos. Cilësia e energjisë që furnizohen fabrikat është skandalos. Që amortizuar komplet. Jo vetëm e amortizuar, po menon dhe i defekt në linjë, ty të cilën motorat për smrapsh, ose i ke pjesë madhe të personelit të ose shes, ty që mbirmajnë rrjetin. Jo vetëm pa kualifikuar, po edhe pjanes, që ti ndrojnë fjet, ndrojnë fazën me nullin, edhe të cilin motorat për smrapsh. Në nëllë rëndom, kush e di sa herë në ndodhë. Shqy që tu je në disa aspekte industria është braktisur, dhe si pasoj e kësaj, ne kemi një raport, profesori e di ma mirë se unë, 1-3 midis eksportit dhe importeve. Se ne eksportojmë gjithë rajonin. Paktën industria re shqiptare është kompetitive me atë europiane. Ne nuk i kemi frikë prodhimet europiane këtu. Si kemi frikë fare. Sepse prodhim si kemi të njëjtën teknologji. Mirë, po kanë kushte të disfavorshme industria jonë, komplet disfavorshme me rajonin. Kështu që ajo që kanë ndikuar tmerrsisht keq për industrinë, për eksportuesit, për prodhuesit shqiptar, është euro. Pse mbahet euro në këto nivele? Ka hyrë shumë euro në treg, ka hyrë me të zezë e me të bardhë, është mbush tregu, stampoj qik monedë venda se barazoj vlerat, po nuk i barazoj sepse kanë manovru me qengjin për të likuiduar, për të ullur borxhin publik. Po e ndërpresim këtu për arsyet të kohës, po marim pak minuta pushim për mesazhet publicitare. Me njerë do t'i kthehemi pjesë së dytë të emisionit tonë për sonte.